Një moment që fillimisht u duk si lojë ka përshkallëzuar në një situatë të nxehtë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Gjatë një prekje të qastit, lëndrimi, një nga banorët u pa duke kapur Klodianin për flokësh, veprim që menjëherë ndryshoi atmosferën në shtëpi. Klodiani reagoi ashpër, duke u ngritur në këmbë dhe duke e pyetur me ton të tensionuar: "Kujt po ja kapti flokët ashtu?" Në atë moment, qetësia u zëvendësua nga një ndjesje e fortë përplasjesh mes dy banorëve. Pas incidentit, Klodiani ju drejtua vëllait të madh me një koment të qartë shqetësimi. "Vëllai i madh, sot grusht, tash i kapi flokët." Fjalët e tij lanë të kuptohej se kjo nuk ishte situata e vetme ku ai është ndier i cenuar fizikisht nga lëndrimi. Veprime të tilla, që prekin integritetin personal, konsiderohen shkelje të rënda në rregulloren e Big Brother VIP Kosova. Në edicionet e kaluara, incidentet të ngjashme kanë çuar deri në masa ekstreme, përfshirë edhe përjashtime të menjëhershme. Publiku tashmë është në pritje të vendimit të vëllait të madh, ndërsa mbetet për të parë nëse lëndrimi do të përballet me penalitete apo nëse tensioni mes dy banorëve do të përshkallëzohet më tej në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.